إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për më të dashurin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, tani jemi duke shpjeguar gjuzin e 5 me radhë dhe javë pas jave po I shpalosim gjuzat e Kuranit duke kërkuar udhëzimin e Allahut të lartësuar. Nëse shikojmë se cilin urdhër Allahu I lartësuar ja ka bërë profetit sallallahu alaihi wasallam në kërkim të shtimit të diçkaje, e shohim se e ka urdhëruar që t'i shtoj ditërinë dhe I thot wa qur rabbi zidni ilman dhe thuaj o Zoti im më shto ditërinë. Nëse shikojmë sa bukur që vjen vargu I ajeteve më njëherë pas disa ajeteve, Allahu I lartësuar orienton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të mos e hedh shikimin tek bukuritë dhe stolit e kësaj bote të cilave ju ka dhënë të tjerëve. Mirë po, I tregon që risku më I mirë është ai risku furnizimi I Allahut të lartësuar. O I thot: "Wa rizquka rabbika khairun wa abqa." Furnizimi I Zotit është më I mirë dhe është I qëndrueshëm që vazhdon përgjithmonë. Ky risk është edhe mësimi I Kuranit, kuptimi I fejes, imanit dhe kërkimi I udhëzimeve të Allahut të lartësuar në fjalën e tij. Në gjuzin të cilin sapo do ta shpalosim dhe do t'i shpjegojmë kuptimet e tij, e shohim që Allahu I lartësuar ka përmbledhur në këtë gjuz në surën Nisa, e cila për objektive ka rregullimin e familjes, rregullimin e raporteve bashkëtorë, pastaj I shpalos disa kurtha të hipokritëve dhe hebrejve që I ngrisin kundër besimtarëve. Po ashtu flet për ruajtjen e drejtësisë dhe gjykimin me drejtësi dhe ruajtjen e amaneteve. Pastaj flet për gjunahin më të madh, shirkun. Pastaj flet po ashtu Allahu I lartësuar në këtë gjuz që është kryesisht tek surja Nisa, shpjegon për shejtani se si I ngrit ato kurtha dhe intriga kundër besimtarëve, I cili insiston në devijimin e madh të njerëzve. Pastaj Allahu I lartësuar flet edhe për dënimin e atij njeriu që e vret dikë pa të drejtë. Po ashtu flet për shkurtimin e namazit, flet për po ashtu për namazin e frikës dhe metoda se forma se si falet ai namaz. Pastaj tregon për disa vese të hipokritëve që ndërto janë që I falin apo I kryejnë adhurimet me përtaci dhe nuk e përmendin Allahun e lartësuar vetëm se pak. Me mua së bashku në shpjegimin e këtyre temave është Hoxh Mishtim Maliqi dhe Hoxh Ehad Dorguti. Mirë se vini. Lutim Allahun e lartësuar të na mundsoj që të përfitojmë nga shpjegimi I këtyre gjuzave. Hoxh Mishtim, në vijim kemi një çështje shumë më rëndësi në aspektin e gjunaheve të vogla, mëkateve të vogla dhe gjunaheve të mëdha. Si e bëjmë një kuptim, një shpjegim se si besimtari të del faqebar në ditën e gjykimit tek Allahu I lartësuar me më pak gjunahe dhe del faqebar tek Allahu I lartësuar? Faleminderit shumë. Saktësisht atë që ka përmendur Hoxh Blerem që kjo sure prej synimeve të saj ka dhe rregullimin e shoqënisë. Nëse një prej ajeteve që është in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, nëse ju shmangeni mëkateve të mëdha, ne ju fal me juve ato të tjera të vogla. Nëse kishim lidh këtë ajet me këtë objektiv të surës, I bie që shoqënia ndreqet dhe rregullohet nëse e kena një koncentrim tek shmangja për mëkateve të mëdha. Sepse Kurani dhe diskursi kuranor nuk synon ndërtimin e një shoqënie angjëllore, kuptimin që nuk ka fare gabime, fare lëshime, nuk dilet prej natyrës njerëzore, po në anën tjetër krijohet një vlerë mesatare e një kulture të shmangjes me mëkateve të mëdha. Saktësisht shoqënitë dhe qytetrimet nuk ndërtohen nga vlerat maksimale, po as nga vlerat minimale, saktësisht ndërtohen bazë të vlerave mesatare. Kuptimin që ne mund të kemi një shoqëni njerëz shumë devotshëm, njerëz që ndoshta as nuk dinë të mëkatojnë, as që janë domthonë të pastër. Mirëpo kemi të tjerë që janë shpërfillës. Kush duhet me përcaktuar mesataren e shoqënisë, janë ata cilët e kanë kulturën e shmangjes për mëkateve të mëdha. Ndaj shpesh diskursi I cili fokusohet shumë tek mëkatet e vogla, shpesh ndodh që I bën favorin kurthave të shejtanit që të binë njerëz në mëkate të mëdha. Domthonë ashpërsohet diskursi fetar kur bëhet fjalë për mëkate të mëdha. Dhe nëse ndërtohet një shoqëni kësaj, kuptimin që
mëkatet e vogla do t'i shmangim maksimalisht, po fokusi edhe vëmendja më e madhe tjetë te shmangja për mëkateve të mëdha, ndërtohet një shoqëni e cila pastaj ndërton si vlerë mesatare e devotshmëri. Ndaj nëse morëm sërish si referim surën An-Nisa, për shembull sura An-Nisa merr emrin në gratë. Nëse për shembull muslimanit i kërkohet dora e vajzës së tij, edhe ai e jep tek një antar i shoqënisë që e di që mund të mos jetë më i miri, po nuk është i pëlqyer me mëkate të mëdha. Edhe ai që ka kulturë që nuk është i relaksuar me mëkate të mëdha, nuk bën zullum, nuk e shkel kontratën, nuk tradhton, nuk kalon në forma të cilat nuk i pranon feja, nuk i pranon kultura, nuk i pranon logjika, nuk i pranon natyrshmëria. Do të thonë, shumë më lehtë renditet një shoqëni, në këtë rast familja, nëse ajo shoqënia e ka ndërtuar këtë si vlerë të përgjithshme, jo si vlerë të veçantë. Dhe këtu shpesh ne kemi një krizë në ligjërimin fetar, po edhe në përvetësimin e vlerave fetare, ku vlerat të veçanta të individëve të caktuar nuk i lexojmë si raste të izoluara, po tentojmë të shesim si modele të përgjithshme. Modeli i përgjithshëm është domosdoshmë shmangja nga mëkatet e mëdha. Dhe këtu nuk duhet të shikohen mëkatet e mëdha si një natyrshmëri e rënjes. Natyrshmëria e rënjes ka të bëjë me mëkatet e vogla, jo me mëkatet e mëdha. Do të thonë, nuk është e natyrshme rënja në mëkatet e mëdha. Është joshëse po, është provokuese po, përputhet me egon e njerëzve po, ama jo që është e natyrshme. Natyrshme është mos me vjet. Natyrshme është mos me bë moralitet. Natyrshme është mos me bë shirk. Kjo është e natyrshme. Jo do të thotë rënja tek mëkat. Dhe Allah subhanahu wa taala jep këtë premtim. Domthonë nëse ju i shmangni mëkatet të mëdha, unë ha falit të tjerat. Kuptimi që krijohet një lloj rahatie në raport me Zotin, që njeriu teksa e sheh veten që nuk është në një fetari të përkryer tek pjesa e mëkateve të vogla, megjithatë shpreson që këto do të shlyhen shkaku i përkushtimit ti ndaj Allah subhanahu wa taala duke u shmangur mëkateve të mëdha. Pra besimtari bën çmos që ti evitoj dhe ti shmang gjunat të mëdha, edhe e ka parasysh që mëshira e Allahut të lartësuar duke e pa atë sakrificën, atë përpjekjen që ti shmang gjunat të mëdha, edhe ti falen edhe lëshimet e vogla nëse ka rënë me dije apo pa dije në to. Hoxha hadë në vazhdimin e këtyre ajeteve të bukura të surës Nisa, e cila e përmbledh shumë tematika në jetën shoqërore të besimtarit, është po ashtu një pjesë që i fokusohet tek familja. Më saktë tek roli i burrit dhe mosmarrveshjeve mes burrit dhe bashkëshortes në familje. A mund na shëndritësh pak me disa mësime nga këto ajete në vim? Allahu shpëlbeft. Pra, besoj që e ke për qëllim ajeti 34-35 surës An-Nisa, ku në këto ajete për Allahu më këtë sure, e cila është sura e grave për An-Nisa, emrin e ka marrë për shkak që ndër tjera, domethënë sjell shumë rregulla të cilat kanë bëjnë me familjen tërësi, e nëse kthehemi pra edhe themin çka është familja, pra familja është një bashkim i bashkëshortëve, pra një burrit dhe një gruas, të cilët pastaj përbëjnë bashkërisht familjen, edhe kjo është ajo celuleve dhe e shoqërisë. Na duhet me u munu që me u kujdes që familjet tona më kanë të shëndosha në të gjitha aspektet, po edhe në një aspekt i cili fatkeqësisht kohëve të fundit, domethënë ja ka nisë me u sulmue, jo ka të bëj pak ka shumë edhe me hierarkinë e familjes, pra çush duhet të organizu hierarkia brenda familjes, gjithashtu edhe shërimi i mosmarrveshjeve të cilat janë thuajse të pa evitueshme. Pra në jetën bashkëshortore është normale që her pas here me lind mosmarrveshje, edhe këto ajete neve na udhëzojnë çysh me i zgjidh këto mosmarrveshje dhe çysh me ardh deri tek një zgjidhje e cila nuk e prish familjen, mirë po e bën që me të kalu me, le të themi, me patjetër se cila mosmarrveshje pastaj krijon edhe ato plagë të saj, po mënyrën më të lehtë pra me i kalu këto plagë edhe me i sharu. Pra Allahu më thotë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Qawwam nëse kthehemi i bjen është ai që drejton. Ar-rijal janë burrat edhe an-nisa janë gratë. Pra përgjithësia e burrave është që me i drejtu gratë, që i bjen që hierarki në
kulmin apo në pikën kryesore të hierarkisë duhet me qëndru burri dhe ky është autoriteti që duhet me gëzu burri brenda familjes, nëse dojmë që një familje më udhëheq ashtu qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëheq familjen e tij, e pastaj edhe sahabët edhe kështu me radhë, domethënë me shekuj, edhe kjo kon domethënë normale edhe do të duhej me kon normale deri kohëve të fundit, domethënë kur kanë dalë disa zëra të cilat e quajnë lëvizje feministe kështu me radhë, ku e kanë për qëllim me sulmu familjen në thelb. Na duhet më kon të vëmendshëm dhe vigjilent, nuk duhet më ra prej kësaj ideologjie të prishur, e cila domethënë e sulmon familjen duke i dhënë shpresë apo duke ushqyer me një imazh të bukurit që duket nga jashtë mirë, po që nga brenda e sulmon familjen. Pra, Allahu më dhom neve na mëson që burri është ai i cili e drejton familjen, është ai i cili ka autoritetin kryesor brenda familjes, mirë po është edhe e kushzuar. Që kjo vjen si rezultat i përgjegjësisë që e ka për me mbajt familjen, me ushqy familjen, me u kujdes për sigurinë e saj, veçanti për edukimin e familjes, pra bara e përgjegjësisë bjen mbi burrin, nuk është vetëm autoriteti. Prandaj sa herë që ka cenim të përmbushjes së përgjegjësive, pastaj është normale që mu cenu edhe autoritetet të cilën do duhej me egzu burri. Pastaj Allahu i madhum këtë ajet i përmend 3 nivelet e trajtimit problemeve brenda familjes. Edhe këto shumë herë marrin edhe e përdorin apo e keq përdorin, e nxjerrin prej kontekstit, duke më usulmu Islami, domethënë që Islami nuk i jep drejtat gruasve, domethënë pallavrat e tilla i kena dëgjuar shpesh. E përkundrazi. Domethënë Islami përpiqet që me izolu, pra Kurani na mëson, Allahu i madhum na mëson që me izolu mosmarrveshjen brenda familjes njerë. Që burri dhe gruaja me mundu me gjetë zgjidhje. Prandaj edhe përmend 3 etapa të cilat përmenden këtë ajet. Pra e përmend së pari këshillën që burri do të më ia drejtojë gruas. Gjithherë po flasim nëse burri është në nivelin e detyrës, i ka përmbush përgjegjësitë e tij. Pastaj thot një lloj distancë që duhet me e kriju, në mënyrë që me ditë që çfarë pasojë i ka nëse prishet një familje. Pra edhe burri është çuçi është pa gru, po edhe gruaja është çuçi vjen me kon pa burr. Edhe në fund e përmend thot dribuhunna, që goditini ata, e që shumica mufesirëve, komentatuesve të Kuranit kanë thënë që nuk është për qëllim goditje e cila shkakton dhimbje. Aq më pak lënduse, po as që shkakton dhimbje. Domethënë dhimbje fizike që shkakton. Po është përkundërzi është goditje qortuese, sa kanë përmend disa që më kon goditje me misvak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht e ka ndalu tërësisht. Po pastaj janë shku disa sahabë dhe në ankutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë thënë që gruaja për natyrën e saj ndonjëherë edhe din me dalë prej vetit, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka leju, kur e kanë marrë këtë lejes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e kanë keq përdor, atëherë janë shku me anku gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë laqad atafa bi ali Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nisaun kathir yashkuna azwajahunna laysa ulaika bi khiyarikum. Thot shumë prej grave kanë ardhur tek familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata janë ardhur me anku për burrat e tyre. E thot nuk janë të mirë këta burra, nuk janë më të mirë, nuk janë zgjedhur pra burrat e tillë të cilat i sulmojnë gratë e tyre. Domethënë meqense Islami e kalon edhe shkurorëzimin. Nëse nuk ka raport mirë, e fundit është shkurorëzohen edhe secili ndan në rrugë. Po para kësaj është edhe një zgjidhje tjetër. Atëherë kur ka vullnet, nëse eskalon gjendja dhe duhet me dalë jashtë familjes. Pra mas pari përpiqemi me izolu brenda, që me gjetë mirëkuptim burri edhe gruaja, bashkëshortet me gjetë mes tyre. Nëse eskalon çështja, atëherë zgjidhet një urtar, një njeriu urt prej familjes gruas dhe një prej familjes burrit, edhe dal ka dalë që me i afrua dhe me i shëru mosmarrveshje të cilat i kanë. Këto i kena, domethënë gjitha i kena udhëzime fjalë për fjalshme në këto 2 ajete të kësaj sure, e cila pra i trajton këto. Kanë ardhur këto ajete tamam që të zgjidhet çështja, të jetë fokusi në zgjidhjen e problematikave mes bashkëshortëve dhe jo të kërkohet ajo zgjidhja e tretë edhe përfundon me një herë me ndarje mes çiftit. Madje Allahu i lartësuar në këtë ajet e përmend i yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Nëse ata dy, pra burri dhe gruaja, e dojnë përmirësimin e raporteve dhe janë sinqert në këtë synim, Allahu i lartësuar yuwaffiqu
ju jep sukses, ju jep përkrahje që mu pajtu. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet zatën tek problematika që me bashkëbisedu, me ul, me mendje të qetë, jo me emocione, që me përfundu deri tek ato gjykimet që mbase pastaj i bjen pishman, po mbase edhe do të jetë pak vonë. Pikërisht është se nëse i kthehemi edhe kontekstit kohor, pra kur kanë zbritur ajete, në shoqëritë që kanë zbritur, domethënë gruaja kanë përçmuar në gjitha aspektet në shoqërinë e arabëve të ignorancës. Tek fe tjera e ka pas të ndaluar me shkruarzimin. Domethënë nuk ka pas kur farzidhje, ndërkohë që Islami ka thënë, nëse don me jetu i qetë, don me jetu rahat, don me jetu si njeri, merr edhe merr vesh me gruan tënde. S'mundesh më marr vesh, merrni nga një përfaqësues, autorizoni secila familje në mënyrë që me gjet një gjuhë të mirëkuptimit. Nëse edhe kjo s'ka, atëherë e treta është ndarja. Pra ose një jetë bashkëtorë që ashtu siç duhet, ose secili ndon rrugët e tij, edhe Allahu secilit pastaj i jep suksese për me inshallah me implementu që është më e rëndësishme dispozitat fetare në përgjithësi, sepse kjo është një pjesë prej tërësisë së Islamit. Pastaj hoxh vazhdojnë disa ajete kur Allah i lartësuar më njëherë pas udhëzimeve që jep muslimanëve në përmirësimin e familjes dhe raporteve bashkëtorë, Allah i lartësuar i sjell disa ajete të bukura që sikur është një ndërlidhje shumë e mirë, që sikur burri duhet të ketë raport të mirë me gruan e tij, me familjen e tij, dhe kjo duhet të vazhdoj edhe në raport me të tjerët. Dhe Allah thotë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Dhe adhuroni vetëm Allahun dhe shmangjuni idhujtarisë. Sikur gjithë kjo sjellje e mirë e besimtarit që duhet ta ketë, zanafillën dhe burimin e ka tek adhurimi i Allahut dhe madhërimi i Allahut. Pastaj vazhdojnë ajetet: "Wa bil walidaini ihsana." Dhe ndaj prindërve të jetë sjellje e mirë. Madje kjo ihsan është sjellja më e mirë, bamirësia, e jo vetëm ajo kur kërkon prindri prej teje, po ti duhesh të paraprish kur ja din ato çfarë i pëlqen prindit. Kjo është ajo elbir, kjo është ajo ihsani. Se kur të kërkon prindri prej teje, atëherë më është bë obligim. Mirë po, kur ti t'ja paraprish plotësimin e dëshirave, nevojave, sjellja e mirë, kjo është ajo që rrjedh prej bamirësisë e kërkuara prej besimtarit. Vazhdon pastaj Allah i lartësuar na tregon që kemi sjellje të mirë jo vetëm me prindrit, po pastaj edhe me të afërmit, qofshin ata të afërm nga gjaku, të afërm afër shtëpisë apo kalimtarët, udhëtarët, dhe vazhdojnë ajetet derisa Allah i lartësuar e çorton një grup të besimtarëve. Cilët janë ata besimtarë? Sikur Allah i lartësuar i edukon besimtarin që nëse ka raporte të mirë me bashortën e vet, pastaj me prindrit, me fëmijët, me familjarët, me të afërmit, qofshin me ata udhëtar që kalojnë nga qyteti i tij, me gurbeqartë kështu me radhë, Allah i lartësuar e çorton një popull, një soi të njerëzve që kjo sjellje e tij e mirë, to veprat mirë të tij të mira nuk duhet me bë këto që më bë më madh, më bë arrogant ndaj të tjerëve. Edhe saqë ndoshta edhe mos mi shpenzu në rrugt të Allahut, mi ndihmu të tjerëve, madje i çorton që mos bëhen pengesë nga që t'i ndalojnë të tjerët. Pastaj edhe thot Allahu i lartësuar: "Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Nuk e don Allahu i lartësuar çdo kos që është arrogant dhe humbërpjet dhe mendje madh. Edhe thot Allah: "Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli." Janë ata të cilët janë kopratës dhe urdhërojnë njerëzit për kopratësi. Wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli, madje edhe i fshehin ato begati që i kanë prej Allahut të lartësuar. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina, dhe ne kemi përgatitur një dënim për jo besimtarët, dënim të ashpër. Pastaj Allahu i lartësuar qysh me pas me ajetet vjuse përmend një ajet kur Allahu i lartësuar i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është një transmetim që pejgamberi i ka kërkuar Abdullah ibn Mesudit që t'ia lexoj disa ajete. Dhe Abdullah ibn Mesudi thotë: "Qysh unë me të lexoj Kur'an kur ti tu ka zbrit Kur'ani?" Atëherë thotë: "Unë kam qejf që më dëgjoj prej dikujt tjetër." Dhe vazhdon Abdullah ibn Mesudi t'ia lexoj surën Nisa, derisa kur rrin tek ajeti: "Wa kayfa idha ji'na bika ala ha'ula'i shahida." Si do të jetë çështja jote kur do të sjellim në ditën e gjykimit, kur ummeti do të jetë dëshmitar ndaj teje, sa a ke kuptuar mesazhin apo jo. E shohim e transmeton Abdullah ibn Mesudi në hadithin e saktë, thotë kur kom hedh shikimin drejt pejgamberit, ka qenë duke qajt. Dhe këtu e shohim që libri i Allahut të lartësuar është kitabun anzalnahu ilayka mubarak, është libri i bekuar. Yadabbaru ayati, që ti meditojmë ajetet, wa liyatadhakkara ulul albab. Dhe këto ajete, këtë meditim të ajeteve ta vendosësh në praktik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dëgjuar surën Nisa, ka qajt.
Qysh ka qojt? E ka meditu gjendjen e në ditën e gjykimit. Tash pyetja për neve, a ndalemi ne ta meditojmë pak a shumë si do të jetë gjendja jonë në tmerrët e ditës së gjykimit. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rasul ka qenë me gjunahet e falura, me gjunahe i mbrojtur nga gjunahet e të ardhmes, megjithatë pejgamberi më i mirë, ulul azm min ar-rusul, kur i lexon surën Nisa, fillon me kajt. Fillon me kajt duke e paramendu veten se kur del para Allahut në ditën e gjykimit, a e ka kuptuar mesazhin apo jo? Hel bellag për ata edhe ka zbrit ajeti në fund në surën Maide që do ta trajtojmë në gjuzin tjetër inshallah. Pastaj Allahu i lartësuar në ajetet në vijim flet për një gjëna të madh. Ky gjëna të cilin Allahu i lartësuar nuk e fal, madje përmendet 2 herë në këtë sure, është shirku. A mundesh të na tregosh hoxh se ku është ai sekreti që Allahu i lartësuar këtë gjëna nuk e fal? Dhe ku është ai sekreti që ta kuptojmë urtësinë, sepse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam më së shumti çfarë është friksu për umetin e tij ka qenë shirku. A mund të na tregosh pak për ajetet në vijim? Në fakt ajeti që po bëni me shenjë është një ajet që përmend vetvetes se ka një përgjigje. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk e fal që më bëj shirk atij edhe pas këtij mëkati fal kudo, pastaj vazhdon wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Kush do që ban shirk ka shpif një mëkat madh. Nuk është e pa urtësi përdorja e fjalës shpifje, se shirku si koncept, si ide është një shpifje dhe një sajes shumë, domethënë me një qëllim absolutisht parsjetuar. Kuptimin që shumë mëkate kanë një motiv. Për shembull, shumë mëkate si motiv dhe si nxitje kanë epshin, ëndjen, dhënien përparësi vetvetes, ngopjen ose zhytjen në disa epshe kështu më radh. Ose disa të tjera kanë arsye të paqëndrueshme. Mirpo e ka një logjik ku përpiqet dikush ta ndërtojë një kotësi edhe rrëdhëmisht mbi atë arsye. Nëse e shikojmë shirkun, as nuk ka motiv, as nuk ka arsye. Domethënë nëse e këshir motive, çka mund të më ka motivi më lut një krijese? Cili mund të më ka motivi që me gjet prehje tek lutja për tek një krijesë, tek një gur, tek një profet, tek një angel, kështu. Pas ka arsye. Sepse adhurimin e meriton ai i cili ka sjellë në ekzistencë. Adhurimin e meriton ai i cili është absolut, nuk është relativ. E kështu me radhë. Ndaj është një rivat që shënim me Haqiu pe Udardos radhiyallahu anhu. Domethënë ka shumë sakt që Allah subhanahu wa taala pas ka thonë mes meje dhe krijesave është një gjë e çuditshme të ndodh. Një diçka e çuditshme, domethënë Allahu e qunë nebeun adhim, një lajm i madh, një muhabet i madh. Çka është? Thotë unë i krijoj, dikush tjetër adhurohet. Unë i furnizoj, dikush tjetër falënderohet. Domthon arsyeja pse domthon shirku është i pafalshëm, pikërisht ka të bëjë me këtë. Sepse absolutisht është vetë përcaktim në të kotën pa ndonjë motiv dhe arsye. Edhe prandaj është i pafalshëm i parsjetueshëm. Dhe pikërisht këtu është edhe frika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se shirku është i pakompenzueshëm. Shumë mëkate të tjera mundën kushtimisht thonë mu kompenzu situata të caktuara me ndonjë dënim, me ndonjë dëshkem, me ndonjë dhimbje, me ndonjë diçka që realisht ka kompenzim për mos mu përjetësuar dënimin në ditën e gjykimit. Ndërkaq nuk vlen kjo edhe për shirkun, se është i pakompenzueshëm dhe e dyta është përfundim fatal. Në krejt të tjerat e kanë një përfundim të së keqës, po deri dikush shkon ai keqe. Kto është përfundimi fatal. Po edhe tjetra që unë këtu besoj shumë është ai arsye pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shumë frikë për umetin e tij tek çështja e shirkut, se nëse shikon domethënë strategjinë edhe regjinë e shejtanit për devimin e njerëzve prej të popullit Nuhit sa me tutje, gjithëherë vëmendja u kon te shirku. Pse? Se shejtani e llogarit projekt të realizuar, edhe mision të kompletuar, përfundimin e njerëzit në shirk. Se e di përfundimi ku e çon pastaj. Ky përfundim ku e çon? E çon për gjithmonë në xhenem. Domethënë, nëse shejtani arrit me prish një familje, ka arrit një sukses madh. Nëse shejtani arrit me çon njërin në një shëndet të rënduar mendor, shpirtëror, prap ka lloj të sukses. Me po këto janë suksese të vogla karshi suksesit, domethënë në projektin e tij, në ambicin e tij, në agjendën e tij, projekti i përfundimit të njerëzve domethënë zjarmin e xhenemit për gjithmonë. Domethënë, edhe nëse e çon në një mentalitet mëkatarësh, që e zhyt në gjunoa, po prap një ditë pasi të pastrohet me mëkateve në zjarrin e xhenemit del dhe shpëton nga përjetësia në zjarr. Shejtani konsideron projekt gjysmak. Ndaj domethënë këmbgulja e tij është me çun njërin shirk. Prandaj nëse i vëmë re edhe këto ajete, po edhe të tjera, shumë për këtë në kontekstin që Allah i drejtohet besimtarëve. Sepse besimtarët duhet me ndier rrezikun e shirkut. Sepse shpesh aty ku njerëzit njën të relaksuar që nuk ka rrezik për shirkut, bash aty në shirku.
Him në një formë prej formave që shejtani e ka të përvojën e gjatë me njerëz dhe se si domethënë që ndjen tek shirku. Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas frikë, dhe të kemi vëmendjen ka pas frikë kur kanë mesin e tij dhe shtrathu nga njerëz më të mirë. Njerëz më të mirë pikërisht ka pas frikë edhe ka paralajmëruar këtë gjendje që shirku është i fshehtë. Gjithherë domethënë vën me metoda të tinzisë së shejtanit që me qenë sa më i pranishëm edhe sa më shumë janë rreziku fetarim. Megjithatë, domethënë është mëkat i parsitum, i pa mbështetur me një motiv dhe një arsye, edhe është mosmirënjohja më e keqe që i bëhet Allahu subhanahu wa taala. Është shpërfillje më e madhe e hynjshmërisë së Allahut. Ai krijon, adhurohet dikush tjetër krahas Allahut. Ai furnizon, falënderohet dikush tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Krim i madh. Po këtë duhet të përmendim një çështje më e rëndësishme. Nëse dikush ka rënë në shirk, përderisa është gjallë, dera pendimit për të është e hapur dhe fjala është që është i pafalshëm nëse dikush vdes me këtë gjëna. Andaj besimtari në çështjen e shirkut duhet të jetë shumë i vëmendshëm, duhet të jetë të mësoj hollësitë e tij, degëzimet e tij, llojet e tij është i madh apo i vogël dhe së paku të insistoj nëse Ibrahimi alayhis salam ai që ka ndërtuar Qabën, është friksuar për shirkun, për veten dhe për sartësit e tij, kush jemi ne të cilët jemi të sigurt në këtë çështje. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në aspektin që ta shtojmë vigjilencën dhe kujdesin në mësimin e hollësive të shirkut dhe të përcjellim mësimet e çështjes të doktrinës së akides në përgjithësi. Hoxha kemi një çështje tjetër çfarë Allahu i lartësuar përmend në vijim, është çështja e amanetit, çështja e bindjes ndaj autoritetit përkatës. A mund të na tregosh pak a shumë në ajetet në vijim? Po, në surën Nisa, pak a shumë janë çështjet konkrete. Pra, gjithçka është konkrete. Prej fillimit surës ku trajtohen pra organizimi i familjes, drejtat e gruas, drejtat e burrit, drejtat e trashëgimisë. Pastaj në këtë pjesë të cilës po i referohesh, Allahu i madhum pra decidivisht na thot inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Pra Allahu ju urdhëron, pra urdhëri i Allahut është që mi përmbush obligimin që i keni ndaj atyre, ndaj secilit që i meriton ato. Pra pak a shumë plotësojeni emanetet, e çka është emaneti, diçka që ty të besohet për dikon tjetër. Pra nga Allahu i madhum neve na është besu që me përmbush tauhidin edhe me u largu shirkut. Kjo është domethënë për emanetave kryesore që rëndon mbi supet e secilit njeri. Pastaj nuk është vetëm kjo. Secili obligim, secila ndalesë është emanet për Allahut për neve, për Allahu na e ka besu neve që na do të ndalohemi. Nëse i përmbushim, pastaj kena edhe pjesën e shpërblimit. Sikurse nëse i shkelim këto emanete, nuk i përmbushim, është pjesa e ndëshkimit, Allahu na ruaj. E pastaj kjo si prej kësaj kjo pjesë zgjatohet edhe tek krijesat në përgjithësi. Pra na kena të drejtat reciproke, kena obligimet reciproke ndaj njëri tjetrit, po. Edhe duhet mi përmbush ndaj si të tilla. Prandaj thot Allahu, pjesën e parë thot e rëndësishme, pra Allahu ju urdhëron që mi plotsu emanetet, pra mi u plotsu gjërat që janë besu juve, mi plotsu drejtat dhe obligimet e njëri tjetrit. Dhe pastaj thot kur gjykoni, atëherë domethënë mes njerëzve gjykoni me drejtësi. Pra kjo është norma e cila duhet me mbretno. Prandaj nëse i kthehemi ndërhyrjes paraprake që po ta për familjen, nëse gjykon me drejtësi, atëherë e gjen hierarkin brenda familjes. Ndërkohë nëse gjykon pa drejtësi, atëherë i barazon antarët e familjes të cilët nuk janë njëjtë. Nuk është sikurse fëmia, sikurse prindi, nuk është sikurse burri, sikurse gruaja. Pra, duhet me pas drejtësi në harmoninë që apo në rolet e tyre që kanë brenda familjes, po gjithashtu edhe drejtësi në brenda shoqërisë në tërësi. Vetëm pasi të kuptohen këto. Vetëm pasi të kuptohet secila përgjithësi që duhet me u përmbush duke i plotsu gjërat të cilat janë besu ty. Qoftë për rolit të atij që jenë pushtet, qoftë për rolit nëse jenë në sistemin edukativ, qoftë për rolit të gjykatësit, pra pa marrë parasysh në cilin funksion jenë, në cilin fushje, nëse i plotson emanetin që i ke marrë, pra ato që të është besu ty, ndaj atyre njerëzve, që atëherë pastaj respektohet edhe autoriteti i cili përcaktohet pra brenda këtyre ajeteve ku Allahu i Madhnuar na thotë që më së pari apo fillimisht bindja është për Allahun e Madhnuar. Pra bindja ndaj Allahut të Madhnuar është e pa kompromist. Na i bindemi Allahut të Madhnuar pa marrë parasysh rrethana, pa marrë parasysh gjendjes, bindja ndaj Allahut të Madhnuar është e pa kontestueshme.
si zgjatimi i kësaj është edhe bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, meqense vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve bindja ndaj Allahut më madh. Në radhë të tretë, pastaj vjen edhe bindja ndaj atyre që kanë në përgjithësi çështjet tona. Nuk janë nis prej udhëhecit kryesor, e pastaj dal nga dal, mund me dal deri tek udhëheci i familjes që paraprakisht e përmendëm që është burri. Pra, secili duhet mi përmbush pari detyrat e tyre, për këtyre, e pastaj është idenë që ne jemi të bindur ndaj tij dhe në këtë formë evitohet padrejtësia, evitohet anarkia, qoftë ajo brenda familjes, sepse një familje e cila nuk ka një hierarki të qartë, jeton brenda një anarkie. Pra nuk dihet kush çka po bën, nuk dihet kush pyetet, nuk dihet çfarë rregull është vendos. Gjithashtu edhe në shoqëri, pra nëse mungon respekti për udhëhecin, atëherë shoqëria kalon në anarki, ku drejtat e njerëzve shkelen, ku haku i tjetrit hahet, edhe nuk ka mundësi me u mbivendos pra drejtësia në raportet mes njerëzve. Pra shohim që drejtësia në feja, drejtësia është si sinonim i fesë tonë islame. Dhe shohim që Allah i lartësuar, sikurse e ka urdhëruar që të ruhen 5 domosdoshmëritë e jetës, ajo rritja e imanit, rritja e jetës, rritja e mendjes, pastaj e pasurisë edhe nderit. Shohim që edhe amaneti e ka një vend që qohet tek vendi i duhur. Madje edhe Allah i lartësuar e do drejtësinë dhe është i drejti absolut dhe kërkon prej neve që të jemi të drejtë. Në ajetin e vim shohim që kjo drejtësi plotësohet, duke nisur qysh në fillim me ndarjen e trashëgimisë, të cilën e kemi përmendur në surën Nisa, e deri në fund që përmbyllet kjo sure, sikur e ka si nxjerrim të përgjithshëm që gjykohet në atë çfarë Allah i lartësuar ka lehtësuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur. Madje ajetin e vim thot: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Jo për Zotin tonë. Allah i lartësuar betohet në veten e tij të lartë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot nuk kanë besu besim të plotë, nuk e kanë plotësuar besimin e tyre deri kur nuk mund të konsiderohen besimtar derisa të gjykojnë në mosmarrveshjet e tyre, besimtarët në mosmarrveshjet e tyre, në atë çfarë ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë çfarë ka gjykuar Allahu i lartësuar, po ajo pjesa fundit e ajetit e çetat në pa bukurinë, kur thot thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta, që mos ndjejnë ngushtim në gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dhe dorëzohen të nënshtrohen gjykimit të tij. Këtu e shohim ku Allahu i lartësuar i ka udhëzuar besimtarët dhe për këtë ajet ka një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Abdullah ibn Zuberi tregon se një ensar, një burr prej ensarëve e ka padit Zuberin për çështjen e ujitjes së kopshtit të tij. Dhe shkon dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë që ensari kërkon tek pejgamberi që t'i alshon ujin Zuberi, t'i alshon ujin që t'i vadit atë kopshtin e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Zuberit, ujite ti kopshtin tënd, pastaj kur ta mbush atë ujitjen, lëshoj fëqinit ensarit. Ndërkohë ensari sikur i duket që ju shkel e drejta atij. Të kush po gjykon? Tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është i përgjithëri Allahut. Jet hatri. Dhe thot apo gjykon kështu se është djali hallës tënd, i thot atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi treguar se çysh është me drejtësi, atëherë i thot Zuberit, thot ujite derisa të ngopet plotësisht. Pastaj liroja. Edhe në vrikoset dhe i skuqet fyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Abdullah ibn Zuberi tregon se ky ajet ka zbritur në këtë rast. Pra e shohim se ne si besimtar, në mënyrë që të gjykojmë me drejtësi, duhet të bindemi edhe të jemi rahat në aspektin e gjykimit ndaj Allahut të lartësuar dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdojnë ajete tjera ku Allah i lartësuar e përmend gjykimin me drejtësi, hoxha dhe pastaj çështjen ndaj kriminalëve, ndaj ato të cilët bëjnë trazira. Qysh vazhdojnë ajetet në vim, a mund të tregosh pak? Po Allah i madhëm pra thot inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Pra thot ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën që të gjykosh ndërmjet njerëzve sipas asaj që Allahu të ka mësuar, edhe mos u bë mbrojtës i tradhtarëve. Pra i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për shkakun e zbritjes së këtij ajeti kanë ardhur disa transmetime të cilat në tërësinë e tyre
gjasat kanë që më kanë saktë edhe pse kanë defekte në isnadin e tyre apo në te transmetuesit e tyre, sepse transmetohen direkt tek kjo ngjarje transmetohet nga tabein pa i përmend pra sahabë që transmetojnë këtë, edhe e gjejmë në koleksione të ndryshme, madje te komentatorët e Kuranit thuajse të gjithë e përmendin unanimisht këtë që po du me thonë si shkak të zbritjes së këtij ajeti ku tregohet se një njeri i quajtur Tu'me ibn Ubejrik, të cilët ishin nga familja Banu Ubejrik, ishte një familje e cila ishte edhe varfër në pasuri, po edhe varfër pak në besim, me qenë se ishin të luhatshëm, edhe kishin në shenjat e nifakut apo pra hipokrizis. Prandaj ndodhi ngjarja aty ku Katade ibn Nu'manit apo xhaxhai i tij i vidhet një prazmore në një transmetime tjera i vidhet diçka tjetër këtij sahabiu, edhe shkon ankohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo kur e marrin vesh që është bu e madhe kjo familje, atëherë doin me mbrojt Tu'men pra në pas disa transmetimeve, edhe shkojnë atë prazmore apo gjën që e kanë vjedhur edhe e hedhin tek dikush tjetër. Shumica e transmetimeve thonë që u kon një hebre i quajtur Zeid, edhe ja kanë hedh atë gjën e vjedhur në oborin e tij apo në pronën e tij. Në transmetimin e Imam Tirmidhiut është që u kon tek një musliman i quajtur Lebid, një sahabi i ndershëm, Allahu qoftë i kënaqur me të. Sidoqoftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, duke dashur me mbrojt apo me solidarizu me familjen e varfër, duke pas një mendim pozitiv për ta, që këta domethënë po mundohen me i akuzu padrejtisht, nga se Katade ibn Nu'mani pra e drejton gishtin nga Banu Ubejrik. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon edhe i mbron këta. Prandaj Allahu i thotë wala takun lil kha'inina khasima, mos i mbrojtëse atyre të cilat kanë tradhtu besimin tënd. Edhe kjo domethënë pas transmetimeve shumë të është në raport me një hebre. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar nga Allahu i Madhnuar drejt për drejt që më kon i drejt edhe atëherë kur gjykohet një musliman për cilin domethënë nuk dyshohet për Katade ibn Nu'manin apo xhaxhain e tij, edhe në anën tjetër shumica e transmetimeve që është një hebrej i cili u quajt Zeid. Pra ka thënë pejgamberi Allahu i Madhnuar ka thënë mos e mbro hebreu, mirë po i drejt, gjyko drejt, atëherë domethënë zbulohet kjo çështje edhe me këtë e shohim apo del pa drejtësia e cila është domethënë e pa kompromis në raport me gjithkë. Pra, fakti që është i joti, që sot domethënë është ky standard mungon. Nëse është i partisë tem, nëse është i familjes tem, nëse është i qytetit tem, i xhamatit tem, kështu me radhë, ka dalë se vlen rregulla tjera. Ndërkohë nëse është i huaj ose armiku, domethënë vlen rregulla tjera, e këtë drejtësi, domethënë drejtësi tamam të vërtet e ka instalu pra Allahu i Madhnuar prej kohësh, edhe nëse dojmë me kon rahat dhe drejt, kjo është rruga e vetme. Prandaj domethënë duhet me pas kujdes secili prej pozicionit ku jemi, që nuk na lejohet me kon të padrejt, pa marrë parasysh ka në anon zemra. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithsesi ka anon zemra se e ka shfaq muslimanin Tu'men në këtë rast. Pra e ka shfaq islamin falni. Mirpo përballë tij u kon hebreu, mirpo përkundër kësaj është urdhëruar që me gjyku drejt, domethënë pa marrë parasysh që u kon në disfavor të një muslimani i cili e ka shfaqur spaku hapur islamin e tij. Pra besimtari duhet të jetë i drejtë pavarësisht rolit e tij që ka, sikur mësues, sikur prind, varësisht ku gjendet, sikur imam një xhamie, varësisht në cilën pozitë ka, duhet të jetë i drejtë në gjykimin e tij dhe të mos jetë gjykim apo gjykim selektiv apo të bëjë ndasi mes të tjerëve. Hoxh, mirëse e kemi përfund një përmbyllje sikur këtyre gjitha çfarë u thanë deri tani, dhe shumë tjera që nuk u thanë. Sikur të jetë një reflektim i besimit të plotë të besimtarit. Në ajet janë disa ajete të bukura në vazhdim të cilat flasin këtë çështje se si besimtari ta plotësoj besimin apo si manifestohet besimi i plotë i besimtarit, a mund të na tregosh pak? Ajetin fjalë e ka një shtjellim ndoshta që lyp kohë pak më shumë, mirë po unë kisha pas dëshirë me shku ka mendimi dietarëve që realisht ajeti drejtohet besimtarëve dhe jo të tjerëve. Ja uledina amenu, o që nge besu, besoni. Dhe kjo domethënie është për domethënieve që duhet mu mjell fuqishëm në përkatësinë fetare, se na këtë kemi edhe në Fatiha. Na çdo herë udhëzohemi dhe falemi, dhe pikërisht kur falemi lutemi për udhëzim. Apo në çdo ajet të surës Al-Fatiha na përsërisim ihdina siratal mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë. Dhe kjo si mendësi ose si rrugtim i fetarisë
nënkupton që në asnjë rast, në asnjë situatë mos më mendu që kjo është në një përkryer të besimit, po gjithmonë më mëtu me bë më të mira. Saktësisht ajo që keni besu, besoni, domethënë e pranuat besimin fillimisht, tash zhytuni këtë besim. Tash përkryeni këtë besim. Tash kompletoni, se ndoshta e keni pranuar dogmë fillestare, po shumë detaje, shumë gjëra që kanë të bëjnë me më thellësisht nuk i keni kap akoma. Kjo është domethënie e parë që besoj është shumë themelore, për arsye se në sajtë të saj krijohet një elan, një vullnet i përkushtimit ndaj Allahut që nuk ka të sosur, sepse ndjenja e vet pajtimit edhe vet pëlqimit është ndjenjë shumë shkatërruese domethënë tek besimi. Ajo që keni besu, besoni, domethënë shtoni besimin juaj, kompletoni atë dhe përsoseni atë. Dhe përsosja ka të bëjë sidomos me kjo pjesa e shkollës, si thirrje e përgjithshme në fe, që duhet me pas një vëmendje të mirëfill që gjithherë me ditë të cila shkollë je. Domethënë në vitet e para të udhëzimit më kanë këtë shkollë, pastaj kanë kaluar disa vite, më kaluar në shkollë tjetër, pastaj pas disa vite më kaluar në shkollë tjetër. Domethënë ideja e qëndrimit në një stand edhe në një shkollë edhe në një realitet fetar përgjatë kohë nuk është domethënë e pëlqyeshme, kështu si ide e përgjithshme. Do të thonë Allahu subhanahu wa taala i drejtohet për shembull nëse pranuar që janë për besimtarët, kush janë besimtarët 18 janë më të mirë. Ty më të mirë thuhet bëhen edhe më të mirë. Këtu më të përkushtuar thotë bëni edhe më të përkushtuar. Aq më tepër që thuhet ja alladhina aminu billahi wa rasulihi. Po që besojnë në Allahun dërguarin e tij. Domthonë, çish e beson Allahun, domthonë do të më shtu besimin. E ki pranuar ekzistencën e Allahut, denjësinë e tij për të adhuruar, ta shtoj besimin që tek Allahu më mbështet, tek Allahu më shpresu e kështu me radhë. E ki me njoft me përmjet e emrave që cilët ti po pastaj me ndje më shumë teksa e thirr Allahun, teksa i përgjrohesh Allahut. Këto janë investime dhe me një formë përgjigjen këtë thirrjet Allahut që do të thonë me shtu besimin. Aq më tepër nëse e marrim si që është kafuni i xhuzit, pikërisht edhe nëse e lidhim me Sunan Nisa, do të thonë çka kompleton një familje, çka kompleton një bashkësi, çka kompleton një sistem, një shoqëni, e kompleton ideja e të bëmjes më të mirës në vazhdimsi. Në vazhdimsi me bë diçka më mirë, mu përmirësu, me reflektu, mu korrigju, me e shtu vlerën. Shpesh domethënë e kena një vlerë caktuar. Për shembull, na falmi 5 kohë namaz, apo? Tamam. Nuk merr fund. Ndoshta falmë, po shpirtnesh shumë pak janë aty. Do të më investu te pjesa shpirtnore. Po pastaj do të më investu te namazin e xhamat. Po pastaj do të më investu për shembull tek nafilet. Po pastaj më investu për shembull në njohjen e domethënieve të lutjeve. Domthonë gjithherë ka hapësirë për më bë më i mirë, se të vlerë që e ki. Se domethënë përqafimi i vlerave nuk është epizodi i fundit. Po është epizodi fillestar i një zinxhiri të pafund ku ti në vazhdimsi mundesh me shtu vlerat dhe më e korrigju. Madje që ta vërtetojmë bashkë këtë çështje çfarë the Allahu të shpëloftë. Shohim që hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon që Allahu i lartësuar don veprën e besimtarit që kur ta bën ta përsos në mënyrën më të mirë. Dhe kështu po i afrohemi fundit të këtij xhuzi, duke i përmbledhur gjithë ato tema që i tham. Falenderojmë Allahun e lartësuar së pari për Kur'anin, falenderojmë Allahun e lartësuar për Sunetin dhe për imanin. E shohim që besimtari përfiton më së shumti në aspektin e dijes dhe në aspektin e udhëzimeve dhe kërkimit të udhëzimeve nga xhuzet, nga Kur'ani në përgjithësi, është që krahas falënderimit të Allahut, kërkimit t'ia shtoj Allahu diturinë, duhet që ta përgatis edhe zemrën e tij. Ta përgatis zemrën e tij, se zemra është një kryesor, një enë që vendoset dija në të. Dhe kjo zemër duhet të jetë e pastër dhe të ketë qëllime të pastra. Madje e shohim që Allahu i lartësuar i ka çortuar ata hipokrit, të cilët kanë qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë qëndruar me sahabët në mesin e pejgamberit, në shoqërinë më të mirë. Mirë, por çfarë kanë thënë? Kanë thënë pasi që janë ndarë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dëgjuar Kur'anin, kanë thënë madha qala anifa, çfarë tha më herët? Sikur janë bokë që nuk po dëgjojnë. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo ka treguar shpalljen siç u ka treguar sahabëve, mirë po dallimi ka qenë te zemra. Pastaj e shohim që Allahu i lartësuar në një ajet thotë: "Walladhina ihtadaw zadahum huda", ata të cilët janë udhëzuar, kanë përgatitur zemrën e tyre me niyete të mira, kanë përfituar nga udhëzimet, kanë përfituar nga xhuzat, nga suret e Kuranit. Kanë qenë ky Kuran ka qenë që Ebu Bekri është Ebu Bekr. Mirë po dallimi është te përgatitja e zemrës. Dhe në fund Allahu thotë: "Wa atahum taqwahum", jo ka shtu udhëzimin, po ju ka dhënë edhe devotshmërinë që ta zbatojnë këtë shpallje dhe këto mësime të cilat i kanë përthith nga fjala e Allahut të lartësuar. Dhe kështu e përmbyllim gjuzin e 5, duke lutur Allahun e lartësuar të na bëjë dobi nga këto çfarë shpjeguam, dhe të na i falë lëshimet tona, dhe të na jap dije të dobishme. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا